edhe qytetarët që apëshon në teren. Tashma kanë kuptuar. Po, ka një maturi, është e vërtet. Se emni partijës nuk t'i zgjidh problemet. Sakt. Po duhet me po njeri mrena. Se me siglat partijës, nuk mundesh. Ka rase ka ndodhë të qytëzjet e fundit, kini pa. Ka plët rase, Lirim apo më përcjell. Po mëre? Lirim, të pyta apo më përcjell. Aje ka përcjell. Po tjetër, po veç tash që këtë puna e buksa. Që akim po në teren, si më zgjet e fundit, njerëzit kanë fillu me po njerëzit e jo mo siglat e partijës. Sepse kanë kuptu që sigla partijës nuk t'i zgjidh problemet. Nivelin profesional. Po duhet më lidh me platformën e njeri, besueshmërinë e njeri, edhe besoj këtë zgjedhje na dha në raste. Ne ka dhënë që sigla partijës nuk është zgjidhja. Edhe nuk njerëzit po shputen nga sigla, po lidhen e njerëzit se emri i mirë i partijës sot do të më këshyë njeri kush është aty. Kush drejton e kush ka më marrë përgjegjësi e ku në voton, sa ai ka më të zgjidhë problemet ose ka më të kriju të lashët. Dhe kjo, për mendimin tim, është një shkallë drejt një farë pjekurie të matutjeshme politike tonën, që dytëron edhe i politikanit me ma korrekt në fjallën e vetë, qëndrimin e vetë, në punën e vetë, dhe më matë për rezultatet. A për dini ju që këtu endë smatët rezultati punës individit. Endë nuk jemi në peshore. Del mu këtu më thetë, mu këti i ke morë në sa, i ke morë 3 deputet. Nuk po thëmë Albini, po thëmë edhe analistë këtu, edhe partive tjera. Po, prezet, një ke morë 3 deputet. Hajde matim me punën e ti, sa këmë banë për Kosovën e ti, mas luftës. Hajde matim unë 2 vjetë e gjysë ministrë e ti, sa ke bo që 10 vjetë kryetar partija, ose 10 vjetë ministra. Hajde matim e tjetra. Hajde dajt edhe ti në zgjedhje si unë. Edhe këshymë sa po mërë ti votë. Nësimi të matë, ne ende partijit në të bu. Emrët e partijës, tani aty e thurë varë që e ligjërata shka të shërben për me marë votën, po del, hajde do në vetë në 2 matimi. Matimi me punë, matimi edhe me profesionalizm, matimi edhe me aftësi profesionale, me angazhimin, edhe në fund shkura matimi me votë. Hajde bashkë, dole më shkojmë e kërkojmë votë në këqyrëm, sa pa merë votën ti. Heqe pak atëfar aurorën, siklin, më së më shep, dil. Edhe shohim sa këj pesh. 10 vjetë i kom minister. Hajde, unë i ka 2 vjetë e gjysë, minister. Sigla PDK-s në drenas në boni punë. Hajde, 2 vjetë e gjysë, minister, po matëmi. Qka pa vje këtu për jo studio folë për projektet e mija? A kur ish punë e akuzeshë në thëshin, a i ka po? U të thëshin a i në vlo. A ko qështu? Hajnë më të thëshin. Tash jo, për projekte kush... Tash komandant Gjeliku. A ka pos ministre transportit mas meje, aty? Po. E pëse s'boni? Edhe një 7-8 ministre mas. O shëpëja. Mëse pas ka po dikush tjetër. Problemi të o shëpëja është. Mëse ka dikush tjetër, pëse s'o bo? Pëse s'o bo një Elektro Kosovë? Elektroekonominë e kam fjallën, jo. Një termocentral, bre. Një termocentral. Qërë se të Prishtini që kitë blokume. Po të komunikacioni. 2007, kam konkurru, kam propozivu që të nëzën që përplasin ta. Sëtë. 2007 sa imi, sa vjetë për jenë?